Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së ujorit. Do bëjmë leximin e juaj të radhës dhe përfillojmë me një letër kogja të bukur, në fakt gjitha janë të bukura, në kaq sa shikoj unë këtu. 10 të Arielit. Është një formë, shiko, 2 gra, po pinë kafe, po flasin, dy fëmijë po lozin, është një atmosferë jashtëmase e bukur e qetë. Tregon bekime rreth teje të dashur ujor, ose keni filluar të shihoni apo së shpejti. Edhe nëse ndonjëherë nuk i vren, më njëherë gjërat kanë filluar të marrin stabilitet që po ndërtohen dal nga dal. Në ekonomi, familje ose marrëdhënie afatgjate. Kjo letër është një shenjë minjohje, gjithçka që ke punuar me durim të dashur ujor, po jep frutet e veta. Është koha të ndalesh dhe të thuash faleminderit, jemi minjos për çdo bekim që ke, edhe për ato që nuk i ke vënë re akoma. Perandori, që është letër, energjia jote po bëhet akoma më e strukturuar. Ujori vizionar merr formën e ujorit tamam, që vepron me disiplinë, të ftohet të marrësh drejtimin, të krijosh qëndrueshmëri në jetën tënde dhe të ndërtosh plane afatgjata, nga që është një energji e bukur dhe që do marrësh ndihmë në çdo gjë që do prekësh. Të krijosh plane afatgjata. Mos lejo që idealizmi të të shpërqendroj. Është momenti të dashur jor për të bërë praktik dhe për të ndërtuar diçka që qëndron në kohë. Dhe ja ku ju keni juve të dashur, The Star pasqyron në fakt ujorin. Ja ku jeni ju. Ja ku vjen drita jote, ta quaj ashtu. Kjo është nga letrat më të bukura dhe përfaqëson thelbin e ujorit. Shpresë, frymëzim dhe besim në mrekulli. Absolutisht. Një ëndër që ke pasur për kohësh po fillon të bëhet reale. Mos e hum asnjëherë për çdo gjë që dëshiron atë besimin tënd, sepse edhe pas periudhave të vështira, kjo letër të premton rilindje dhe paqe të dashur ujor. Mbretëresha e Rafaelëve. Në mes të gjithë këtij vizioni të madh, zemra të flet, kujdesu për veten. Mos e shtyr gjithmonë dashurinë në fund të listës. Apo për veten e juaj, diçka çfarëdo që të jetë ajo. Është periudhë e mirë për lidhje që ushqehen me mirëkuptime, butësi, por edhe për të dëgjuar intuitën tënde. Ajo tani të drejton drejt vendimeve të ndritshme të dashur ujor. Ujor të mbi gjithë këtë ujë, absolutisht. Shikoni këtu, një paralajmërim i butë. Ndoshta rruga që ke ndjekur nuk është më e duhur apo më e lehta për ju. Ka një mënyrë më të zgjuar, mundohu të shikosh këtë, më efikase për të ecur përpara. Shikoni, këtu janë 2 rrugë, me vëmendje këtë fotografi, 2 rrugë dhe një person, në këtë rast pasqyron juve dhe një angel aty që ju thot, si do bëhesh të ndryshoni këndvështrimin, si do bëhesh të shikoni dhe këtë që ndoshta kjo rrugë tjetër nga ajo që jeni nisur, ju bën më mirë, më e shpejtë dhe më e duhura për ju. Pra, më efikase ndoshta për të ecur përpara. Kjo letër të fton të mos bësh gjithçka vetëm, të kërkosh këshill, të rishikosh detajet dhe mos të nxitohesh në vendime. Analizoj mirë dhe absolutisht të dashur të japësh vendime. Faqe e Michaelit. Kapitulli po mbyllet me një fillim të ri, absolutisht duke patur një ide, një projekt ose një mundësi të re që do të kërkoj mendim të qartë. Komunikim të hapur, kurajo për të nisur diçka ndryshe. Ti ke gjithçka që duhet për të arritur suksesin, të dashur ujor, dhe këtë nuk duhet harruar asnjëherë. Mjafton të qëndrosh i sinqert, i fokusuar dhe i hapur ndaj gjërave të reja. Pra, kjo periudhë të dashur ujor është një kthes e bukur nga ëndra drejt realitetit. Ujori ndjen se diçka po vendoset në binaret e duhur. Më pak disiplinë dhe shumë besim. Gjithçka që ka qenë vetëm ide, dëshirë, qëllim, tani mund të bëhet vepër konkrete. Pra, kur besimi takohet me veprimin, ndodh magjia.
edhe ajo që dikur duke i ëndër bëhet realitet.